Kur tha se shqiptarët e Maqedonisë janë popull shtetëformues, e kuptova se nuk e kishte seriozisht dhe mund ta ketë patur si pjesë të agjendës, respektivisht si mision. E kuptova pra presidentin shqiptar zotin Bajram Begaj se pse erdhi për vizitë në Shkup, Tetov e Gosivar. Edhe presidenti Begaj, si shumë të tjerë zyrtar të lartë të Tiranës, si Edi Rama, zonja Spiropali që shpiku termin minoriteti shtetëformues dhe shumë të tjerë politikan të lartë shtetëror nga Tirana, por edhe disa nga Prishtina, sikur të ishin të koordinuar me Ali Ahmetin për të na bindur se jemi popull shtetëformues. Ne shqiptarët e Maqedonisë sinqerisht do të donim të ishim të tillë, pra element konstituiv shtetëformues. Por ja që nuk jemi dhe më shumë se 3 dekada demokraci. Në Shkup ne akoma bëjmë politikë nëse gjua shqipe është zyrtare apo nuk është. Si mund të quhet shtetëformues populli i cilin kushtetut figuron i super diskriminuar me formulimin ofendues popull 20%? Ose si mund të jetë shtetëformues kur shumë institucione shtetërore dhe të ndjeshme vazhdojnë të jenë me 0 shqiptar të përfaqësuar edhe krahas 25 vitesh distancë nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit. Nuk e di nëse ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Shkup zoti Mejdani, por edhe politikanët shqiptar i kanë treguar presidentit Begaj se gjuha me të cilën flasin shqiptarët e këtushëm në kushtetutë askund nuk figuron si gjuha shqipe, por fatkeqësisht si gjuhë e bashkësisë etnike mbi 20%. Pra populli shtetëformues i presidentit Begaj, tani më 34 vite demokraci, vazhdon të jetë i super diskriminuar në rrafshin kombëtar dhe atë kushtetues. Sa për ilustrim, sërbët me 3% në Kosovë e kanë statusin kushtetues shumë herë më të avancuar se mbi 30% e shqiptarëve të Maqedonisë. Pse zoti Begaj na flisni akoma për marrëveshjen e Ohrit? Dokument ky, implementimi i të cilit duhej të përfundonte që në vitin 2004. Me fjalë të tjera, pse talleni me ne shqiptarët e Maqedonisë? Apo ndoshta qëllimi juaj është t'i arsyetoni partitë politike që për 25 vite nuk arritën të zbatojnë një dokument politik që kishte afat implementimi vetëm 4 vite. Me këto deklarata sa absurde dhe pothuajse po aq tendencioze, jo vetëm që mbështetet politika e gabuar dhe qëllimshme ndaj statusit diskriminues të shqiptarëve, por edhe ofendohet niveli kolektiv i shqiptarëve të këtushëm. Kur s'do ta kisha besuar se presidenti Begaj, njësoj sikurse edhe zonja Spiropali dhe kryeministri Rama, ju mungojnë informatat e sakta e të detajuara në këtë drejtim. Por edhe më keq nëse ato i kanë patur dhe prap vazhdojnë të na quajnë shtetëformues dhe shumë budallalliqe tjera. Kur i dëgjon edhe disa qarqe politike nga Prishtina, jo të gjithë kuptohet, të na quajnë si të tillë, të kryhet bindja sikur ky trekanç djalli i politikanëve shqiptar nga këto 3 qendra, Shkup, Tiranë, Prishtinë, sikur i kanë harmonizuar deklaratat për të na quajtur si element konstituiv, respektivisht element shtetëformues. Është mahnitse dhe emocionuese kur i sheh shqiptarët se sa janë të entuziazmuar kur vinë zyrtarët shtetëror nga Tirana e Prishtina, por jo për ata që e deklarojnë për ne shqiptarët e këtushëm, por për ata që janë, pra shqiptar, vëllezër të një gjaku e gjuhe. Prandaj edhe vizitat e tyre në Shkup çdo herë e më shumë po shkaktojnë mjegull me paraqitjet e tyre para mediave, sesa po japin ndonjë shpresë në kuptimin e manifestimit të shprehjes së interesit dhe kujdesit ndaj shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë, respektivisht të Maqedonisë në rastin konkret, ashtu siç e parasheh edhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne s'po kërkojmë shumë nga zyrtarët shtetëror nga Tirana. Vetëm le ta respektojnë kushtetutën e shtetit të tyre kundrejt shqiptarëve jashtë Republikës së Shqipërisë në rastin konkret të Maqedonisë. Prandaj ju lutemi, nëse na respektoni dhe na doni, të paktën mos na ofendoni. Do të donim të ishim shtetëformues, sepse fundja për atë u derdh gjak në vitin 2001, por nuk jemi fatkeqësisht element shtetëformues. Jo me fajin ton, por me fajin e atyre që nuk deshen dhe akoma nuk duan që ne të jemi mirëfilli popull shtetëformues. Herave tjera ju lutemi, nëse nuk mundeni,
dhe dini e doni të në ndihmoni, të paktën mos na ofendoni e provokoni.